Miq të dashur të Pik Podcast, jemi përsëri edhe në një emision në ora 24.tv dhe almakos.com ku do të flasim për zhvillimet më aktuale në Vlenë dhe pa të shumë, veç që prezantoj se mysafir e kam Adnan Azizin, deputet i koalicionit Vlenë edhe përfaqësues i Lëvizjes Besa. Zoti Azizi, mirë se erdhët përsëri në ora 24.tv. Mirë se ju gjej, përshëndetje për gjithë teleshikuesit tuaj. Me të vërtetë të ishte mirë që të flasim për shumë tema tjera, mirë po nuk mund të ikim asaj që është më aktuale. Çka po ndodh për momentin në Vlenë? Po, ashtu si jeni të informuar, do të thotë ka pas edhe prononcime publike. Vleni vazhdon atë rrugtimin e vet drejt konsolidimit të vet, duke i hapë edhe temat të cilat ekzistojnë brenda Vlenit, po edhe dilemat të cilat në kohën e fundit i ka parashtruar para se të hapen edhe në Këshillin Koordinativ të Vlenit përmes prononcimeve publike dhe vetë zotit Aravari. Dua pak ta nisim pak më me kronologji më të hershme. Kishte shumë dilema kur filloi Vleni. Në fakt jo shumë dilema, por filloi me shumë negociata, ai bashkim. Në fund ishte pikërisht zoti Taravari që luajti lojën për të lutur dhe për të ardhur në koalicion dhe tani është zoti Taravari që ndoshta po largohet prej këtij koalicioni, ndoshta po them se të paktën ai nuk deklaron se po do të largohem. Si filloi dhe pse po vim përsëri në këtë lojë? Si mbas jush? Tash do më lejojsh këtu që të bëj pak ti elaborim pak më detajor lidhur me mënyrën se si është akceptuar bashkimi i frontit opozitar të asaj kohe në emrin e quajtur Vlenë dhe rrugtimin tonë dhe deri te kurorëzimi i një projekti jashtëzakonisht të madh për shqiptarët e Maqedonisë dhe unë do të konstatoja se është një ndër të arriturat më të mëdha që me iniciativë tonë dhe gjithë bashk udhëtarëve tonë që arrim ta kurorëzojmë opozitën shqiptare nën siglin e Vlenit, duke shpjegu atij se ka qenë një rrugtim goxha edhe i vështirë, jo aq i lehtë, pasi që në të kaluarën partitë opozitare ishin të fragmentuara. Kishte ndërhyrje nga më të ndryshmet edhe kapriço edhe lufta të bajraktarizmit, dhe në momentin që të gjithë ishin në qeveri, dhe Lëvizja Besa ishte i vetmi subjekt opozitar që po bënte opozitën dhe kashillëkun kundër qeverisë atëhershme të BDI-LSDM, dhe pas atyre spostimeve nga qeveria që bën nëpërmjet të distancimit alternativa, ishte ideja jon pikërisht edhe biseda ime me kryetarin e partisë që të nisim, neve na takon kjo barë historike, të nisim iniciativën për të unifiku faktorin opozitar të asaj kohe që ishte i fragmentum. Dhe shqiptarët e kishin kërku vazhdimisht. Gjithmonë opozita kish pas më shumë vota se sa pozita, po për shkaqe sepse opozita e asaj kohe, eksponent që ishin protagonist për të bërë më shumë luftën për brenda kampit opozitar, nuk kishin leju dhe kishin pengu që të bashkohet opozita. Në momentin kur ne ishim në potestë të këtij akti, ne gjithsesi që e morëm barën mbi vete, nisëm iniciativën, i lam gjithë ato zënka që i kishim ndërmjet vete, vum disa parime që do të funksiononin për të nisë unifikimin dhe fillimisht kemi zhvilluar biseda me alternativën, pastaj kanë qenë kontaktet me Izet Bexhitin dhe ka qenë një odiseat e kontakteve dhe bisedimeve dhe me Taravarin, po që në fund i gjithë ky proces u rrumbullaksu dhe u kapitulu me një projekt të quajtur Vlenë, i cili në zgjedhjet që kaluam e çoi BDI-n në opozit dhe ndërtoi qeverinë dhe mori përgjegjësinë për t'i përfaqësuar shqiptarët në qeveri. Tash kemi, nëse në këtë rritim nuk e shtesh akoma më shumë. Domethënë ishte zoti Taravari ai që më në fund u inkuadrua dhe ai që tash për momentin domethënë po deli pa kënaqur për shumë çështje këto. E tash tu me rëndësi opinionit i di edhe ca peripeci do të thotë se jo rastisht
22 vite shqiptarët në opozit nuk ishin arrit të unifikohen. Ishin kapriçot. Ishte lufta e bajraktarizmit, ishte kush do të jetë i pari i opozitës. Dhe ne bashkë me kryetarin e partisë ndërtuam një koncept i cili nuk ju thoshte të tjerët, hajdini se ne jemi të fortët, të parët, ne mbajmë bajrakun dhe ju na përkrafni neve që ta bëjmë betejën për ta mund BDI-n. Ne ishim shumë të vetëdijshëm se këtu kishte çalu edhe pikërisht kjo ishte ajo pengesa kryesore që shqiptarët nuk kishin arrit të bashkohen. Dhe ne ndërtuam një parim të partneritetit, pavarësisht se gjithë sondazhet e IRI neve si Lëvizje Besa në atë kohë na nxirrnin 1.5 në variantin më të keq mbrapa BDI-s. Ne tham gjithë ato të cilët do t'i bashkohen kësaj iniciative, mund të mos ketë as 1% ose 0.5%, ne i ftuam që të jenë partner të barabartë, pa mos bë protagonizëm brenda kampit opozitar, vetëm e vetëm që të arrihet bashkimi i opozitës. Dhe po që se e shifni mënyrën se si janë bën ndarjet në lista, Lëvizja Besa, edhe pse, edhe realitetin teren, edhe faktet që i kishim nga IRI, sondazhet që i kishim, jo nga sondazhet që din t'i bëjmë për partit politike i porositin duke i fri sondazhet, ne ishim jashtëzakonisht mirë të etablum në teren, ne ofrum partneritet, bile ishim vetë mohuës që në listë ne dulëm edhe të penalizum për shkak mirë kuptimit, tolerancës, altruizmit, vetëm e vetëm për të arrit bashkimi i opozitës. Dhe ju e dini që me përfundimin e zgjedhjeve, e vetmja ishte Lëvizja Besa që kishte dalë me 1 deputet, pasi mandati i dytë i u vjodh nga maqineria manipuluese të procesit zgjedhor që e bëjte BDI. Aleanca kishte 5 deputet, LD-ja kishte 3 deputet, Alternativa 3 deputet, VV-ja 1 deputet dhe promotori i gjithë këtij koalicioni që ishte Lëvizja Besa në fund të numrimit të votave të asaj dite doli me 1 mandat, që ishte edhe një presion i jashtëzakonshëm i strukturave se si ka mundësi që ju t'jeni aq zemërgjor dhe gjithë këtë punë dhe gjithë këtë mundim ta merre dhe këtë barë mbi vete Lëvizja Besa dhe në fund të del me 1 deputet dhe pastaj ishte edhe ajo ndërhyrja e Komisionit Qendror Zgjedhor për parregullësit, u bëri votimi dhe Lëvizja Besa fitoi edhe mandatin e ditë. Dhe për hir të opinionit, do të thotë jo se edhe ne kemi kaq lehtë kur dihet se ne nuk mund të shpëtojmë veç nga kauza idealiste. Aktivistët janë aktivistë dhe duhen në bazë të kontributit, vlerësimit real, reflektimit teren, edhe të bëhet edhe ndarja në bazë të meritokracisë që ne në atë rast ishim mjaft të penalizum. Por, ideja gjithmonë ishte që e rëndon të letën. Mbi të gjitha, thoshte Bilal Kasami, është të shkoj BDI në opozit. Në rast se duhet, unë nuk do të kem asnjë deputet, vetëm e vetëm për të arrit marrëveshja, dua jap gjithë listën, urdhënoni, shënoni emrat, vetëm që të shkojmë të bashkuar dhe ta çojmë BDI në opozit. U arrit kjo. Tash është përbërja siç është parlamentare e Vlenit dhe mund të thënë kështu mbas 10 muajsh po dalin zërat e parë që diçka brenda Vlenit nuk funksionon. Zoti Taravari, njëherë fillimisht po e prekim edhe këtë si temë. Njëherë fillimisht kishte informacione të ndryshme se kush prej liderëve brenda Vlenit koalicionon, negocion me BDI-n. U akuzua zoti Kasami dhe pastaj dol që në negociata është edhe është zoti Taravari. Pse dolën këto spina? Ose pse dolën këto informacione se nuk e janë spina? Ta them të drejtën, momenti që e kam dëgjuar deklaratën e Arben Taravarit në emision, se kam kanale komunikimi edhe me BDI-n, për mu ka qenë një shok edhe një bombë e vërtet. Më erdhi sigur vetëtima në qiell të hapur. Dhe në
takimin e parë që kemi pas në Këshillin Koordinativ, unë kam kërku që këtë frazë direkt nga Arben Taravari ta sqaroj, sepse këtu paraqitet një paradoks sui generis, që nuk mund të akceptohet. Duke qenë në qeveri, duke qenë në Vlenë, të vihen kanale komunikimi me një oponent, me një parti opozitare, dhe aq më tepër kur, ashtu si deklaroi edhe vetë Arben Taravari, Vleni ishte një mrekulli që mori legitimitetin e votave shqiptare, 107.000 vota, dërgoi BDI-n në opozit dhe po merrte përgjegjësi reale në qeveri për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve me programin e harmonizuar edhe me partnerët e koalicionit. Dhe tash, këto informacione qarkullonin edhe paraprakisht. Kishte informacione, kontakton Bilalli, kontakton ai tjetri, po këto janë spine të BDI-s dhe tentativa të BDI-s. Gjë që ne, kur u hap kjo si temë dhe Arbeni tash du ta sqaroj opinionin, prandaj e parashtrova pyetjen. Kështu në një mënyrë shumë gjakftot, të heshtur, ose me përgjigje kështu shumë të ftohura, tha po nuk komunikoj vetëm unë, tha me BDI-n, komunikojnë edhe të tjerët, dhe ne insistum, të lutemi shumë, çdo se ndu ta flasim këtu, si brenda një familje, në rast se ke raste, emrat konkrete, ti nxjerrish në tavolinë dhe ti sqarojmë këto situata, se vërtet, në qofse një parti që është pushtet, koketon me një parti në opozit që ka oponentës, dhe që vazhdimisht ushtrojmë ose zhvillojmë beteja, atëherë vërtet e humbën edhe kuptimin edhe politika edhe gjithë shka. Dhe në fund ai ka përmend edhe emra, po ja kontakton Bilalli, kontakton Izeti, dhe ati gjithë shka u sqaru se askush nuk mba kontakte me Aliametin. Bile, ne dulem edhe me kumtes se cili subjekt që askush nga ne nuk ka kontakte me Aliametin. Dhe në momentin që mësojmë se dikush ka kontakte, ati po paraqitet një president edhe duhet shqirtu ajo punë, se nuk ka dy rrugë ati, ka një, o me Vlenin o me BDI-n. Dhe një rrugët e dytë i bi që atëherë ne i kemi përzi gjitha konceptet politike, nuk ka kuptim ajo që ne jemi largu nga BDI 2008-ën, konkretisht shumë aktivist edhe protagonist të Lëvizjes Besa, Izeti që u largu nga BDI-ja, alternativa që doli nga qeveria, që në pozitat më të fuqishme që i ka Vleni, të shkojmë të koketojmë me BDI-n. Cila është arsyeja atë që zoti Taravari, sipas jush, edhe pse ai vetë ka pranuar që ka kanale komunikimi dhe komunikim me BDI-n, cila është arsyeja sipas jush që komunikon? Këto, do me thonë, arsyetimi për ta relativizuar se nuk është ndonjë gjë e madhe kjo kontakti me Aliametin, ai ka përmend raste të takimeve që bëhen spontan, për shembull të Izetit me Musa Xhaferin, që ka ndodhur në një recepcion të një ambasade. Dhe kështu takime edhe unë që kam një lloj averzioni ndaj këtij të BDI-s, po jemi ne njerëz të bi me u përshëndet edhe në parlament edhe në ndonjë institucion. Por, të kesh kontakte të tilla spontane edhe të zhvillojsh takime dhe kanale komunikimi me liderin i cili ka një agent dhe i paraprind tendencave që i përmendet ju pak ma herët në pyetje dhe ti rikthehen pak, bëjmë një digresion. BDI më përfundoi. Përfundimisht shkoj në histori dhe në zgjedhjet e ardhshme mbet vetëm certifikohet se BDI ka përfundu. Gjitha sondazhet që i kemi ne si qeveri flasin se BDI për herë të parë shumë mbrapa Vlenit. Vlen është
9% dhe BDI është 6%. Bashkë me subjektet tjera është 7%. Dhe është vazhdimisht në rënje. Mbas asaj që ndodhi ku eksponent kryesor apo koka e BDI-s, Artan Grupi të ikë në Arati, me shpalljen e shumë eksponenteve në listën e zeza dhe me burgosjen e po ashtu figurave kryesore të BDI-s, BDI shkojte drejt vdekjes klinike dhe në fund të zgjedhjeve priteshte vetëm ti këndohet ai fjalimi përfundimtar. Se nuk janë publiku këto sondazhe kur vlenin e qesin shumë më mirë? Janë sondazhet brendshme dhe ideja është që në rast se publikohen këto sondazhe, krijohet një komoditet edhe tek funksionarët e vlenit dhe krijohet një percepcion edhe përgjithësi e qeveria dhe ul ambicjet për të bën sa më shumë, për të arritur sa më shumë edhe për brenda koalicionit, edhe tek shqiptarët, edhe në përgjithësi tek qeveria. Kur është nëse flasim me matematikat, kur shihet sipas sondazheve që ju i deklaroni se BDI ka rënje deri në 6% ose 7% me partnerët e saj të koalicionit brenda frontit, cila është matematika që zoti Taravari të kalojnë në BDI? Sipas jush, ose të bashkëpunojnë me BDI-n, ose po të dalë për ta forcuar vlenin dhe të mund të përfitojë për të dyja palët? Sinqerisht këtë dilemë ne kemi diskutuar shumë, jo vetëm neve që na ka befasu krejt këto situata, këto rrethana, me një BDI-n listën e zes, me Artanin në Arati, me shpalljen non grata, me burgosjet që vazhdojnë për çdo ditë, me një BDI në panik që bile BDI na thonin edhe kolekt juj se në kohën e fundin së ngjejmë njerëz për të marrë prononcim nga BDI. Jo që s'kishim më në betej në teren me aktivistë të BDI-s. Thënë, gati shkojnë në zhbërje dhe shpërbërje. Tash krejt këtë situatë, po del Arbeni edhe ja gjuhën gomën e shpëtimit BDI-s. Dhe është nonsens dhe pa kuptim. A ka matematika politike këtu? A mund të përfitojë? Jo vetëm për ne, të lejom edhe pak ta shpjegoj. Shumë shok, miq, kanë ardhur nga vetë aleanca që janë strukturat e aleancës. Çka po ndodh? Si është, fillimisht nuk kanë besu. Jo, s'ka kontakte. Shok të Arbenit me të zotit Taravarit. Dhe ne kemi thënë se ka kontakte. Pastaj i kanë mohu, pastaj kemi thënë se Arbeni e ka pranu edhe në takimin ton, po e ka pranu edhe në takimin me Albin Kurtin, se ka fol 40 minuta me Ali Ahmetin, bile edhe do ta takoj si mësi Ali Ahmetin. Dhe kjo ka shkaktu një huti, ka shkaktu një, si të thomë, një lloj dëshprimi, një lloj konfuziteti, dhe normal që vleni është një opcion që ndërtohet mbi disa premisa, mbi disa koncepte, mbi disa ide politike, dhe askush nuk është i gatshëm që t'ja lejoj dikuj brenda vlenit. Nuk flas tash për emra të përveçëm. Që të njëjtën kohë të luajsh edhe për ekipin tënd, edhe të asistojsh për ekipin tjetër i cili është kundërshtar. Dhe unë mendoj se nuk ka as logjik dhe as etik në politikë që dikujt t'i lejohet një luks. Pra do t'i sistoj ta marrë një qëndrim tëndin kështu qoftë edhe personal, jo si i vlenit ose jo si deputet, po si individ, ja si zoti Adnan Azizi. Cila është matematika në këtë rast që duhet nëse sondazhet tregojnë që BDI është poshtë, sondazhet që ju i keni të brendshme, nëse gjithçka tregon se vlen është shumë më mirë se BDI, edhe se koalicioni i Frontit Evropian, cilat simbasush janë matematika që duhet që e çesin fitues zoti Taravari në koalicion të mundshëm me BDI-n, ose po qoftë largimin nga vleni për të përfituar ndoshta edhe pa nga BDI, pa nga vlen, pa nga partitë tjera maqedonase. Një bindje personale, nëse vlerësoni se mund ta jepni. Tash është vështirë të hish në trurin e Arben Taravarit, tash si të them. Aq më tepër që ka disa deklarata të ndryshme dhe kontradiktore të cilët nuk të shpinë në asnjë analizë përfundimtare. Nga ajo që kam dëgjuar nga analistë dhe matematicient
që i bëjnë kalkulimet në aleancë, është se me situatën momentale si qëndron, situata në Gostivar, aleanca rrezikon me Vlenin ta humbe edhe Gostivarin. Dhe simbas një ide që atje rivaliteti është i madh me BDI-n, në rast se atje i bashkojnë votat, këtu është piknisja për ta ruajtur fitoren në Gostivar dhe pastaj për t'i bë matematikat të tjera në raport me tjerët. Po përsëri thom se në prononcime tjera Arbeni thot që ne e fitojmë Gostivarin me të parën, vrapçishtjen me të parën, më një rast thot BDI është shumë e fortë do na mund, më një rast tjetër deklaron parlament se shifni sondazhet u drejtohet atyre të BDI-s se në çfarë deregje keni ra, po e gjithë kjo që nuk thohet në mënyrë transparente, nuk thohet në mënyrë që ta kuptojsh idenë, në mënyrë që ta kuptojsh qëndrimin e qartë, te ne ka hap shumë dilema se çfarë fshihet mbrapa këtij skenari. Aq më tepër që të njëjtat oferta që mund të kishra në Grac Karmen Taravari, i kemi pas edhe ne nga shkues mësit të BDI-s. Ju e dini se BDI ka arrit të sundoj dhe të mbijetoj në saj të improvizimeve dhe shpifjeve dhe propagandave që i bën. Neve në fillim na thoshte se bani dot qeverin. Pastaj nuk mund mbijetoj kjo qeveri. Brenda 3 muajsh do të shpërbahet kjo qeveri. Për vitin e ri shkon kjo qeveri. Në mars kemi zgjedhjet reja. Në prill kemi zgjedhjet parakoshme dhe asnjëra nga këto s'ka ndodhur. Dhe kur i hupën ato shpresat se mund të ndodh një gjë e tillë ose e dogjen këtë kartë të manipulimit, ato kanë dërgu kurir në teren, edhe mu personalisht, edhe Bilalit, edhe Izetit, edhe gjithë tjerve, duke na joshur me lajka, duke na thënë se ju si lëvizje Besa e keni mbajt atë vijën kombëtare, luftoni për interesat kombëtare, ato tjerët janë të shitur, dhe është mirë ne me ju të bashkëpunojmë, dhe kështu po va tham kështu në mënyrë shumë plastike, kur janë hap këto tema kush për ta relativizu Arbeni se mba kontakt me BDI-n, që edhe të tjerë mbajnë kontakt, dhe njëni nga nënkrijetarët e lëvizjes Besa taksativisht ka thënë kështu. Jo në këtë jetë me BDI-n, po edhe te varet në qoftë se më çojnë edhe më varosin pranë Ali Ahmetit, do të rinkarnohem edhe do të ndroj vendin të jem dikund në oponencë me Ali Ahmetit. Nga krejt kjo, BDI ka ndërtuar një agent, edhe me diplomat të huaj, dhe ka pasë luftën kundrejt Vlenit e ka të humbur. Në zgjedhjet që vinë, do të psoj debakël, ka ndërtu një agent për të gjetur pikën e dobët për të nda dhe për të përqa Vlenin. Kanë provu përveç se të ne të Besa që va kemi thonë shumë troqse. Asë një pik të përbashkët me ju nuk kemi, dhe ne pikërisht jemi antipoda dhe oponenca e juj, për që uquar juve në opozit dhe në histori, kanë provuar pastaj edhe me Izetin. Me lajkat të tjera, hajde, do e hekim Alin, do jetë kryetar në deri, do të bëjmë ti kryetar të BDI-s, kthehu në BDI. Por edhe Izeti e ka kuptu se kjo është tentativa e radhës për fut pikën për ta përqa Vlenin. Dhe pastaj tentativat kanë vazhdu edhe me Arben Taravarin, tash nuk e di, sinqerisht nuk e di, këto ditë do duhet ne që ti ndajmë këto dilema, ti sqarojmë, dhe përfundimisht të marrëm një vendim, se nuk mund të luhet me standarde, me arshina të difishta. O je me Vlenin, o je kundër Vlenin. Qoftë se bashkëpunon me BDI-n, dihet se ka një agent kundër Vlenit. O duhet thonë sendet taksativisht se nuk ka mundësi të bashkëpunohet në asnjë mënyrë me BDI-n, ne jemi Vlen, e ndërtojmë strategjinë e përbashkët, ndërtojmë agendën e përbashkët,
bëjmë planin aksional për veprim teren dhe përgatitemi për zgjedhje të ardhshme. Një pyetje pak më logjike se keni boll përvojë politike në teren. Sa është e logjikshme që se për shembull, nëse bëjmë tash një kronologji se çka ka ndodhur me Frontin Evropian ose edhe me bashkëpunimet me BDI-n. Zoti Ahmeti një herë Gostivari një dha bashkëpunim ndoshta zotit Taravarit si përfaqësues i Aleancës për Shqiptarët bashkë me zotin Sela. Dhe tash nëse edhe një herë po ja jep Gostivarin përsëri zotit Taravari, si do të ndikojë kjo te vet aktivistët, por edhe përfaqësuesit e BDI-s që tentojnë ta mbajnë BDI-n në formë në Gostivar. A mund të kthehet kjo si bumerang të dyve? Sëria ma kupton idenë e pyetjes. Edhe zoti Taravari dhe zoti Ahmeti. Tash nga vokacioni unë jam idealist dhe njeri i kauzave. Nuk më pëlqen kjo puna e kalkulimeve me përqindje dhe kush çfarë. Do hym te përqindjet, po e di pse. Duke ju dëgjuar shkoj mendja për ta biseduar këtë sepse të gjithë simpatizantët edhe ato që punojnë për parti në një subjekt, në një komunë presin feedback nesër nëse fiton. Kjo pjesa tjetër o pjesa arsjetimit e kalkulimeve dhe mund pengon kjo se ne bashkimi jonë është mbi bazat e ideve, koncepteve, qasjes, filozofisë dhe ndërtojmë një subjekt mbi këto premisa o shëndrohemi në tezgaxhi. Sa më jep BDI-ja, sa më jep VMRO-ja, sa më jep LSDM-ja, sa më jep Partia Turke dhe gjithë këtu humbet një kauzë e madhe. Dhe në raste të këtilla unë kam konsideruar gjithmonë se kjo është dëmi më i madh që vin nga këto kalkulime të këtine tezgaxhive që bëjnë kështu kalkulime për të marrë një komunë, një këshilltar, një pozicion dhe kështu me radhë. Ne ndërtojmë kauz për të mbrojtur një kauz, një çështje më madhore. Dhe këto pjesët tjera janë pjesë ndihmëse që ndërtojnë një strategji dhe një kauz dhe një koncept, një platformë politike. Qofse nisemi me kokë mbrapsht, atëherë i bie se gjithçka do të shkojë mbrapsht. Atëherë i jep arsia atij tjetrit të negocioj shembull për Tetovën, atij për Çajirin, edhe të ndodh një shpërbërje atij koncepti që ne kemi quajtur mrekulli ose projekti më i madh mas luftës 2001 për shqiptarët e Maqedonisë. Përmendet përqindjet. Zoti Taravari referohet se ka ofertë për shembull për 35% nga ana juaj, paktën ashtu e tha dhe sa e mbaj mendun, i keni ofruar 35% të komunave dhe 45% të këshillave komunal. A keni arritur ti diskutoni me të vërtet këto ndarje ose po vetëm janë numra që sillen, plus edhe asaj si ofertë, edhe oferta që i publikoi edhe vetë zoti Qoku në Facebook. Shif, kësaj paraprin një parakusht. Pa mos u pastru dilema, do të vazhdojnë kontaktet me Ali Ahmetin ose jo, gjithçka tjetër është e padiskutueshme, as 1%, as 2%, as 30%, as 35%. Në momentin që i mshel gjitha dyert dhe shtigjet e komunikimit Arben Taravari me Ali Ahmetin, pastaj kthehet oferta në tavolinë. Po edhe këtu, për shembull, kam pa disa prononcime që vërtet krijon pak irritim brenda kampit të Vlenit me prononcimet që i ban zoti Taravari. Tash, në qoftë se kanë ofruar ofertë 35%, i bie që është ofertë favorizuese, që bien ndeshje edhe me ato parimet që kemi ndërtu Vlenin, partneritet barabart, 4 herë 25. Dhe nga ana tjetër është ofertë me ultimatum, po si ofertë me ultimatum kur është e favorizuar me vetë aleanca, edhe për nga pesha, edhe për nga vlera e komunave. Nga 5 qytete shqiptare ne i kemi ofruar 2 qytete shqiptare. Dhe komunat tjera që janë me peshë reale në teren. Sidoqoftë, edhe kjo ka qenë në sensin e asaj që hajde ne t'i shterojmë gjitha mundësitë dhe mekanizmat që i kemi, që mos t'i lëm asnjë hapësirë që Arbeni të flirtojë ose të shkojë në BDI. Dhe
këta sende I kemi bisedu edhe me aktivistë dhe eksponentë të tjerë të Aleancës për Shqiptarët. Po t'jemi sinqerë deri në fund. Unë shoh se një pjesë e madhe eksponentëve të ASH-s nuk janë të informuar me atë që ka në kokë edhe në plan ose në agjendë Arben Taravari. Dhe në përballje shoh që nuk mjafton informacioni I duhur. Do me thënë, nuk e kanë informacionin dhe duhet shumë kontakte dhe shumë informim për të ardhur në konstatimin se ka një diçka këtu, do me thënë, nuk është ajo situatë që vu interpretohet atine. Pastaj kemi edhe situata tjera, ku Arbeni ose disa nga eksponentët e paraqesën Aleancën atij si protagonistin kryesor dhe si faktor që çfarë do të dëshire ka Aleanca dhe aktivistët e Aleancës dhe gjithë ne tjerët pa tjetër t'i pranojmë edhe në rast se I pranojmë ne jemi okej si vlen. Në qoftë se ofrojmë argumente, ofrojmë dokumente, ofrojmë fakte se nuk qëndron ajo, pastaj sikur nis një lloj hidhrimi, një lloj paraqitje të një moskënaqësie dhe kështu me radhë. Për shembull, atë që e thot Arbeni duke dasht përsëri të luaj rolin e të parit, bajraktarit, të madhit, për pozicionim, për të marrë përqindje, për glabërim, për nuk e di çfarë, kjo na ka ndodhur edhe gjatë negociatave që kam qenë unë pjesë e bisedimeve dhe kur janë bërë listat. Ne kemi qenë me përfaqësues të Arbenit tavolinë, kur e kemi dhënë dorën për marrëveshje dhe Arbeni ka qenë tavolinë me Ali Ahmetin, me Talat Xhaferin. Dhe kërkesa ishte për favorizim të Aleancës. 5 deputet në lista zgjedhore. Në vende të sigura, garantuara. Po në vende të garantuara. Dhe ne kishim ndërtu gjithat narrativ një vit që do të ketë partneritet të barabartë. Dhe pasi që ishte ajo me insistim, ose na jep një 5, ose shkojmë me Ali Ahmetin se na jep më shumë, personalisht unë kam shpreh qëndrim refuzues se e disha se kjo do të bjerë pasoja. Por, për hir të një çështje madhore, me kërkesë të Bilal Kasamit, okej, u dakordum. Edhe në dëm tonin. Dhe tash I bie që edhe në kohën kur janë bërë negociata, se ndoshta mua më ka ikë informacion nuk e kam dëgjuar, po ose po më duket e thoni për të parë që edhe në kohën kur janë bërë negociatat e listave në Vlen, brenda Vlenit, mbas asaj marrëveshje me zotin Kurti, përsëri derisa ta themi strukturat e Vlenit në atë kohë, përfaqësuesit e gjithë partive brenda Vlenit, kanë negociuar për listat nga njëra anë. Vetë Taravari ka qenë në negociata me zotin Ahmeti dhe zotin Xhaferi. Po. Do të thotë kjo nuk është dëgjuar më herët, nuk është thënë më herët publikisht. Jo, ne për ta ruajtur interesin e Vlenit, tash jemi të ndërgjegjshëm. Gjithë problemet e shtëpisë nuk dalen në çarshi. Dhe këto edhe në shtëpi kur janë më shumë antar ka edhe probleme. Dhe ne për të ruajtur paqen në shtëpi shumë sende edhe I kemi hesh. Po me këtë deklaratë zoti Azizi, atëherë a ka hapësirë më që mund t'i lihet mendoj besim, a mund të ketë më besim brenda Vlenit që të jetë zoti Taravari pjesë e Vlenit? Po, edhe po ju pyes direkt t'ja bëj këtë pyetje të pashtetë zoti Taravari. Ajo situatë ishte një situatë tjetër. Që duheshte gjithçka të bëjmë për ta dërguar BDI në opozitë. Tani më është një situatë krejtësisht tjetër, kur Vleni është I integruar dhe është I konsoliduar. Dhe gjithë spektri shqiptar që dojtë rotacionin politik është më në Vlen. Ate që e kishin si kërkesë dhe kritik gjithmonë ndaj opozitës, ju lutëm aman, na lodhët me luftë të bajraqeve, na lodhët me protagonizëm dhe bajraktarizëm. Ne duam ju t'jeni bashk dhe ta çoni BDI në opozitë. Ne e bëm këtë. Dhe po qëndrojmë të bashkuar. Tash kushdo që ndahet është musi ajo tregimi ose thënia popullore, kush do të ndahet nga tufa do ta haj ujku. Aq më tepër që nuk ka asnjë lloj arsye kur ti thon kam në tavolinë një ofertë favorizuese
Tash nuk është se nisa ta bëj edhe ju lutem edhe më lejoni që këtë elaborim ta bëj. Që du t'i sqaroj edhe aktivistët e Aleancës. Me mënyrën se si va interpretojnë situatën në teren, krijojnë një percepcion shumë të gabun. Ne jemi më të fortët. Ne jemi më të shtrim, ne jemi më të strukturum. Unë aty dosha ta lidhi me këtë 70% e mosbesimin qeveri ose 70% që qytetarët i besojnë Ministrisë së Shëndetësisë. Kishte 70% që janë njëra në favor direkt të zotit Taravari si ministër dhe një 70% që kanë të qytetarët që kanë mosbesim ose të pakënaqësi nga puna e Vlenit në qeveri. Nëse jemi në të njëjtën pyetje. Unë desha diçka tjetër, po okay, sqarojmë këtë edhe i kthehem prapë temës që desha unë të elaboroj. Tash edhe kjo paraqet një problematik shumë serioze. Unë jam shumë kritik për brenda aty ku diskutohen faktet dhe argumentet, për shkakun se jam maksimalist. Kërkoj maksimumin për shqiptarët brenda kësaj qeverie. Kërkoj realizim të programës 100%. Kërkoj sa ma shumë projekte, sa ma shumë buxhet për shqiptarët, sa ma shumë shërbime, sa ma shumë punësime. Dhe ndoshta në këtë pikë Arbeni 2-3 herë më ka përkraf dhe ka thënë që absolutisht jam dakord me Adnanin. Po kjo ka qenë në raport me VMRO-n. Dhe tash, kur del prononcohet në publik, Arbeni e thot kundërtën. 70% e qytetarëve janë të kënaqur me qeverinë dhe 70% janë të pakënaqur me Vlenin. Kjo më një atak direkt ndaj Vlenit. E para, e dita, bas 2 ditëve, dele dhe thot 70% e shqiptarëve janë të kënaqur nga Ministria e Shëndetësisë. Do me thonë, e s'poston vetën, e shtin në atë 70% e Nikola, Mickovskit dhe qeverisë dhe vazhdon. Gjithë e dim ne thot se më të suksesshmit janë drejtorat e Aleancës për shqiptarët në Ministrinë e Shëndetësisë, që atakon drejtorat tjerë të Vlenit, apo? Dhe se si o realiteti, tash nuk duhet hi unë të komentoj. Po me gjithat, dhe me thanë, është një lloj lufte speciale që përballë të tjerët të shfaqsojsh veten dhe për të hap një derë 3 që nesër të mundohesh edhe të arsjetohesh. Unë jam shumë i drejtë për së drejti edhe këto gjëra i kom thënë edhe direkt Arbenit edhe eksponentëve tashës, ne këtu ku jemi gjithë të barabartë. Edhe për meritat e fitores, po edhe për dështimet eventuale. Nuk mund në mënyrë selektive. Meritat i kam unë, fajin i kanë të tjerët. Jo, Vleni është i bashkuar si një trup. Edhe të mirat, edhe të këqijat duhet t'i ndajmë bashkarisht. Edhe betejat, edhe frontin duhet t'a ndërtojmë të ardhmen bashkarisht. Me gjitha ta, ka pas kohë, fakt kryeministri Mickovski tha se nuk do të ketë, tash pavarësisht asaj që si që ndohet, unë nuk dua unë t'jap konstatime dhe asë që takon t'japi, por gjithë elaborimin dhe bisedën që quat, thatë se, okay, po prisni edhe 5-6 ditë sa kanë mbetur për të marrë përgjigjen përfundimtare nga zoti Taravari, edhe pse mënyra se si i elaboruat veprimet pak japin shpresë se mund të ketë bashkëpunim, por edhe besim në të ardhmen brenda Vlenit me zotin Taravari, dhe e dyta që kryeministri Mickovski tha se vështirë që nuk planifikon që të ketë rikonstruim të qeverisë. O mirë, tash për hir të vërtetës ne gjithë këto probleme i kemi diskutuar brenda Vlenit. Do të thënë, pavarësisht se qëndrimet janë shumë të larta, diametralisht janë shumë të larta. Dhe për mu janë të pagëlltitshme takimet me Aliametin dhe kontaktet, edhe për gjithë ne tjerët. Po debati zhvillohet shumë në frymë miqësore, dhe t'i pastrojmë problemet dhe dilemat njerë me zveti. Pastaj, ne mund të flasim edhe me partnerin e koalicionit. Nuk është hap kjo bisede, kjo dileme edhe te
te kryeministri. Thotë janë probleme të cilat jemi mundu ne t'i shqirtojmë, t'i diskutojmë, t'i zgjidhim brenda llojit. Pa mos shku te të tjerët t'i referojmë se çfarë do të ndodh në situata hipotetike. Aq më tepër përderisa Arbeni nuk ka tregu në asnjë rast një qëndrim të prerë. Dhe ne kërkojmë që t'jetë i prerë. Nuk mund të luajmë lojën e bombës së kurdisur brenda Vlenit, apo të një lloj blefi ose shantazhi. E bani ket, unë jam këtu. Se bani ket, unë shkoj në BDI. Jo. Duhet mbillet çdo rrugë, çdo shteg, çdo mundësi dhe opcion për me BDI. Mbillen këto dilema. Pastaj vim tek tema të tjerë. Për sa kohë mendoni që do t'i mbyllni gjithë këto dilema, ose për sa kohë liderët tjerë ose përfaqësuesit tjerë të Vlenit brenda kanë durim? Të gjithë faktet, argumentet janë shtëru. Gjithë bisedat janë zhvillu dhe brenda këtyre 2-3 ditëve Arbeni duhet të deklarohet. Ne presëm përgjigjen e Arbenit. O me BDI-n, o me Vlenin. Edhe me BDI-n, edhe me Vlenin është e papranueshme, është alogjike, është jo etike, është nonsens, është paradoksale, s'di si e them ndryshe. Kjo i bie të përdori një shembull figurativ mbram ishte ndeshja kampionale, edhe tash të luish njëjtën kohë, edhe për Barcelonën edhe për Dortmundin. Mund të pasoj edhe ande, po mund të jap gol edhe kënde. Është e papranueshme tash, me gjithë respektin që e kemi për gjithë ato aktivistë që kanë qenë historikisht anti-BDI në ASH, prej kohës PDSH-s, PPDSH-s, ASH-s, LRPDSH-s, gjithë ato transformime dhe në fund t'i çojsh në derë të hasmit politik, nuk e di unë tash si mund kjo të si bisedë dhe të hapet edhe të jetë temë diskutimi. Mund të ketë tema tjera, për tema konceptuale, për tema nacionale, për tema përmbajtësore, për një kauzë shqiptare, i pari kurban do t'i shabo unë, për nuk ka tema të atila. Janë tema të kalkulimeve, të koketimeve, për pozicionime, për përfitime, për, si të thëmë, marjet një komune ma shumë, do këshilltarve ma shumë, për dominancë dhe nesër mbas zgjedhjeve që ja, ne vërtet morëm 5 deputet ma shumë, tash marrim edhe komuna ma shumë edhe ta dini dilemën se kush është më i forti këtu e mbillum, po nuk është ideja ati. Tash kjo dilemë çeli një dilemë, jo një dilemë, po çeli një çështje tjetër e cila flitej, po jo me z, ose jo me nuk veproi me hapat përshpejtuar, siç ishte bashkimi i koalicionit Vlen në një parti. Edhe zoti Mexhiti Eceki, edhe zoti Ibrahimi edhe tjerët. Deri ku janë procedura për këtë çështje? U ka mbetur hapësirë më shumë vërtet bisedoni shumë për këto ose njëherë jeni marrë me çështjen të rrova? Shif tash Vleni ka një zhvillim shumë të natyrshëm. Thanë, mbas asaj që ne kurorzuam nga Len në Vlen, ku ati participojnë, do me thonë, 4 subjekte politike, edhe lëvizja vetëvendosje, dhe gjithmonë ne kemi folë për një unifikim edhe shkrirjen në një subjekt politik. Për shkak të efikasitetit, për shkak të unifikimit dhe ngjeshjes së strukturave dhe integrimit të brendshëm, gjithmonë kanë qenë këto biseda që Vleni sa më shpejt që të unifikohet, një ditë më parë aq më mirë është. Dhe gjithmonë ka qenë çështja kohore, a mund të mbrim ne ta finalizojmë shkrirjen e subjekteve politike në Vlen para zgjedhjeve lokale. Dhe situata që po krijohet për momentin, e përshpejton? Jo që po e përshpejton. Nuk është luks, po kjo është një imperativ që na imponohet për të definu kush me ka është dhe sa e ndjen vetën në Vlen. Pasi që krijon mo edhe tabore tash, në disa raste Arbeni deklarohet si Vlen. Disa raste si Pale Tret, do bisedoj edhe me Vlenin edhe me BDI-n, dhe në disa raste krejtësisht i distancum. Dhe më një rast tjetër
thotë absolutisht jam i interesuar që Vleni të jetë i bashkuar edhe do bëj çmos që të jetë i bashkuar. Dhe kjo është kaq e thjesht për ta bë Vlenin të bashkuar dhe për të mbet i unifikuar dhe për të dalë fitues, të thotë se asnjë lidhje dhe asnjë mundësi dhe mbyll çdo lloj komunikimi dhe shqyrtimi të opsionit të bashkëpunimit në zgjedhjet lokale me BDI. Pik. Edhe një pyetje para se të kaloj ose do ta parashtroj edhe një herë. Sakt. A kush mund të jetë, për shembull, ose është diskutuar ndonjëherë se kush mund të jetë lideri i Vlenit? Se megjithatë bashkimi në fund nënkupton që 4 subjekte të bashkohen ose 3 ose edhe pjesa e vetvendosjes që është brenda Vlenit dhe në fund prap duhet të ketë një leadership, prap duhet të ketë një udhëheqës. Folet zoti Kasami, herë folet zoti Mexhiti, herë dikush mund të jetë figurë e re kështu me radhë. Shif, kur e kemi nisë në iniciativën për bashkimin e Vlenit, ta them të drejtën, jemi koordinuar me miq edhe në Kosovë, edhe të vetvendosjes, edhe familje që mbajnë epitetin e flamurtarit çështjes kombëtare edhe në Kosovë, edhe me intelektualë dhe miq në Shqipëri, dhe ata na kanë sugjeruar që ai që nis duhet t'i pri edhe në mënyrë nominale kësaj pune. Dhe ideja jonë ka qenë se shqiptarët gjithmonë këtu ngatrohen. Kush do jetë i pari është Bajraktar. Dhe ne kemi refuzuar që Bilali të jetë i pari, se nuk të vinë ai tjetri i partisë tjetër të jetë i dyti. Dhe gjithmonë Bilali ka qenë më modesti dhe më i përmbajturi dhe në asnjë moment s'ka dhënë ndonjë simptom se ai ka një ambicie ose bën luftë për të bërë i pari i Vlenit. Dhe për hir të vërtetës, edhe pse i ka taku, i ka dhënë përparësi tjetrit. Dhe kjo ndjenjë nuk është se është theksu edhe për brenda Vlenit. Tash mund të kish pas një ndjenjë të pashprehur ose një dëshirë të dikuj, po në asnjë moment nuk e ka shpreh dikush se po që se luhet me korekci, njani do të bëhet lider, dhe as pak nuk ka asnjë problem. Ne vu kemi dhënë edhe pozita në dëm tonin, që e kemi penalizuar lëvizjen Besa. Nuk e vujmë atë dhe nuk kemi luftë kush do jetë i pari, sidomos në lëvizja Besa, lëvizja demokratike, alternativa, as që është diskutuar ja me këto polemikat me Arbenin, se kush çfarë komune do marrë, kush di pri kësaj pune, po ideja ka qenë që Vleni të bashkohet, shqiptarët të bashkohen, strukturat të bashkohen dhe në fund njani di pri, po gjithë ne do të jemi aty. Kur ka një harmoni, kur ka një kohezion, kur ka një mirëbesim, kushdo që ti pri, unë mendoj që do të ketë sukses. Kur vinë mënyrë jo të natyrshme, me imponim, me kërkesë, duke luajtur rolin e protagonistit, edhe po ja dha pozitën e liderit, nuk funksionon. Nuk do funksionoj. Ne të shojmë se çka ndodh për shpejt kohë, nëse edhe pse kjo temë nuk shteret, kemi pyetje dhe përgjigje, mund të bisedojmë edhe me orë tëra, po nëse e kemi përmbyll çështjen rreth Vlenit, që në vinkeqe nuk mund të marrë një përgjigje konkrete kush mund të jetë prisi nëse eventualisht deri para zgjedhjeve lokale do të ndodhe. Ka edhe shumë çështje që presim të ndodhin, të cilët ta marrë rrugën zoti Taravarit, ose si të vendosë alianca për shqiptarët e krahut Taravarit. Do pak të flasim për këto në disa minuta, megjithëse bajagi kemi zgjatur gati mbi 50 minuta. Veç para se të dalëm te Tetova, se nisa ta sqaroj një rast. Kjo gjithmonë në sensin e asaj që edhe në aleancë ketë një informacion tamam real, pa tendencë, mua ashtu si është, dhe jo për nënvlefësim dhe për ofendim. Nisa parës po bënë një pyetje tjetër edhe më ndërpret idenë. Tash ndëgjoj Arbenin prononcohet dhe thotë se në disa komuna 5, 6, 7 dhe pastaj vazhdon edhe me 3 pika tjera, edhe ne e dim edhe gjithë e dim se ne jemi më mirë, më të fortët edhe dominantët. E tash, edhe këtu, si këto dilemat tjera që e kontaminojnë ose
stërkeqin situatën për brenda Vlenit, janë edhe deklaratat të këtilla. Tash ne kemi fakte tjera, dhe si fakte në politik, merren ato që certifikohen në zgjedhjet, realisht në zgjedhjet e fundit. Dhe ne si koalicion Vlen, në momentin që shkuam në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, kishim bë edhe ndarjet kush në çfarë zone i ka bastionet e veta. Dhe ne bëm ndarje që alternativa edhe lëvizja demokratike njëshin dhe dyshin, të koordinojnë dhe të udhëheqin me njëshin dhe dyshin. Aleanca pa ndehte, edhe pse ne i kishim premtu Fatmir Limanit për ta nxjerrë Bartës, jo ne dhe marrëm Bartësin në zonën 5 për shkak se qëndrojmë shumë mirë dhe jemi të fuqishëm atje. Dhe Bilali ju detiru, ju imponu që del formalisht për ta bërë betejën Bartës në zonën 6, që realisht diheshte se Bilali nuk do jetë deputet. Sidoqoftë, tash vim te vlerësimi real dhe te matematika. Vleni më së miri ka dalë dhe fitues me diferencë në zonën 1. Pastaj ka dalë në zonën D dhe më shumë ti ka humbë në zonën 5, 4-1, apo. Edhe unë i kom folë këto fakte edhe për brenda Këshillit Koordinativ. E tash, zona 5 thunë ka qenë problematike, s'ka mund më shumë. Tamam, vim te zona 6. Edhe ati i kemi nda komunat. 4 i ka marrë Besa, 3 i ka marrë Aleanca për t'i koordinu. Ku i ka marrë Besa, ka fitu. Ku i ka marrë t'i koordinoj Aleanca, ka humbë. Mund t'i cekim të ku? Po, Besa ka fitu në Bervenic, në Zhelin, në Tearc, në Tetov. Tetovën, po. Dhe Aleanca ka humbë në Gostivar, ka humbë në Vrapçisht. E tash, unë nuk e di pse vu krijojnë kështu informacione të gabume me lapsuze apo me qëllim, se pasi që ti i ushqen me këto lloj informacione antarësin, simpatizantët, dhe ti kur vind të merresh vesh për ndarjen edhe të komunave, presioni është aq i madh se ti gjithmonë i ke ushqej ato se ne jemi të fortët, ne qëndrojmë shumë fort, po faktet flasin krejt kundërtën, ti atëherë je i detirum që në inercionin dhe presionin e strukturave që të bëjsh beteja që dëmtojnë Vlenin, që janë paradoksale, dhe beteja që nuk mund të arrijnë me një kompromis që bazohet mbi një realitet, po mbi bazat një percepcioni ose iluzioni se ne jemi të fortët. Por realiteti flet se di par zgjedhje ne që i kemi bë, ndryshe është situata në teren. Dhe nuk mund tjetrit t'i thush që ka fitu në teren, pavarësisht se ti ke fitu në zonën që ke koordinu, ti je shumë i dobët, pavarësisht që unë kom humbë, po unë jam i forti. Edhe kjo më paraqet seriozisht një paradoks. Po megjithatë, ne nuk kemi hap këto tema dhe kemi thënë, për hir të shqiptarëve, për hir të gjithë aty verinista që ndërtuan një shpresë, gjithë atini që kanë mbet këtu. Hajde t'i lëm gjithë këto lloj kalkullimesh, të bëmi bashk si vëllezër, me një sinceritet, me një ofertë reale, të ndershme, bile edhe favorizuese për Aleancën, ta mbyllim këtë si temë dhe të nisim përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme. Para se të kalete dhe toa një nën pyetje të shkurtër apo. Përderisa zoti Taravari haptas i ka thënë qëndrimet e tij lidhur me komunikimet me BDI-n, me zotin Ahmeti e kështu me radhë, gjatë kësaj periudhe a ka pas pjesë të partive ose të subjekteve brenda frontit që kanë qenë të gatshme për të bashkëpunuar me Vlenin? Shif tash, me fjedi, si është kjo punë, po kjo është ajo e çuditshme. Tash mendojsh ta bëj ajo këtë pyetje, po është mirë ta cil. Ne jemi çati në parlament. Dhe vazhdimisht kishim kontakte edhe nga individ, nga fronti, deputet, po që thonin, po ju s'na bëni ofertë,
a e di prej kur jemi gati të vim të bashkohemi qeverisë. Edhe nga vetë partnerët e BDI-s, edhe nga partitë si Motra, dhe kish një disponim që numrat e kësaj qeverie të rritën, dhe BDI nga zgjedhjet që do vinin të përfundoj si PPD. Gjë që ne nuk ja dëshirojmë. Duam të jetë një opozitë konsolidume, po në gjithë këtë situatë, përsëri asun s'kam përgjigje. Askush në vlen, bile askush në aleancë nuk ka përgjigje pse ju gjujt goma BDI-s për tentim për ta shpëtuar. Edhe pse unë jam i bindur se BDI nuk shpëton. BDI me këto arrestime, me listat e zeza, me këto aratisje, me burgosjet që do të vazhdojnë, me gjitha të zeza që va ka bo shqiptarve, nuk ka as i shans që të rikthehet përsëri në qeveri ose që tjetë opcion fitues. Mendoshta se kemi më shumë kohë për të folur për Tetovën, po për shkak se zgjatëm pak të shkojmë vesh me 2-3 pyetje shkurt. Ka shumë akuza, ka shumë sulme, ka shumë informacione rreth punës në Tetov. Përse vinë pikërisht dhe aktivizohen në këtë periudhë, qoftë puna me ndërtimet me leje, qoftë muhabetet, jo ka Adnani, tash po ju drejtojmë kështu, po ju përsëri direkt, më fal, ka Adnani debate ose përçarje me Bilalin, edhe sende tjera. Pse vim pikërisht në këtë periudhë dhe çka për këtyre është e vërtetë dhe pse ndodhi? Shif, normal, ato e dinë se piku e kanë marrë goditjen më të fortë që ato shku në opozitë. I kanë 3 humbje radhazi në Tetov. Dhe Tetova është shembulli i suksesit. Kur flasim për ato, kush janë ato? BDI. Për BDI. Në rast se do të flas me atë fjalorin tim Zullumi. Jo, ta dim për kim bëhet fjalë se ato 3 herë radhazi kanë marrë goditje. Edhe kanë humb. Edhe kjo fitore në të ardhmen do të jetë shumë e madhe. Në zgjedhjet e fundit ishte me 5500 vota diferencë. Ato më po shkrien në Tetov s'kan edhe strukturë. Betejën e bëjnë vetëm nëpërmjet mediave dhe gazetarëve të paguam dhe nuk e din çfarë forme i stimulojnë ato që mundohen të përbaltin. Unë bëna edhe një status Facebook. Absolutisht nuk ka asnjë gjë të vërtet. Dhe për faktin e thjesht, ata që vjodhen 24 milion euro borxh i lanë komunës pa asnjë investim kapital. Me 24 milion euro borxh, Bilali ulën borxhin e komunës në 9 milion. Dhe ban 7 milion investime kapitale. Për këtë vit ka planifiku 15 milion euro investime kapitale. Dhe ka 77 projekte. Ka mbi 5 milion donacionet njerëzve dhe kompanive të cilët kanë kontribu për realizimin e projekteve infrastrukturore në Tetov. Po që se kishte një lloj dyshimi ose pabesi ose munges besimi ndaj Bilalit, besoni që s'ka askush, asnjë budalla në botë që paratë e tua t'ja kesh përdor dikush. Bilali ka besueshmërinë absolute, po BDI-jo ajo që mundohet të përbalt imazhin e Bilalit. Për shkak se nuk kanë asnjë argument. Dul i ka demantu me fakte gjitha akuzat ose shpifjet që janë bë. Dhe fakti kryesor është e ky. Në rast se vjedh, nuk mund bëjsh punë, nuk mund të realizosh projekte, nuk mund bëjsh investime. Dhe këtë dëshmoj të utan të kalumen edhe gjithë ato që kanë menaxhuar të kalumen. O vjedh edhe s'bën punë, s'bën shërbime, o je i ndershëm, bën punë, bën projekte, bën investime. Dhe këtë ka bo Bilali. Dhe për në fund vesh një shembull për ta vërtetuar këtë që thom. Me ftjenit sigurt. Bilali nuk e keq përdor asnjë euro të qytetarëve. Besoni që unë kandidova në Zhelin dhe votat normal ati derthe dhe fshati.
disa nga familjarët e Bilalit kanë hezitu dalën të më votojnë për shkak se, ashtu si e kemi ne si mentalitet, kur Marimanga ja ka marrë veturën në parkim të gabum, e kanë thirrë Bilalin dhe Bilali ka thonë, jo, unë jam i njëjtë edhe nuk fal askond, pa marrë parasysh se kam djalë Taxhës, të Fisit edhe kështu me radhë. Do të thonë, ka që i prem në ndershmëri. Dhe, si të thomë, këtë e din gjithë të dovarët. Tash, këto tjerët janë si ajo pralla e La Fontenit. Nuk e arriti rushin edhe tha, është i tharët. Atëherë ta bëni një pyetje kritik për në fund, përse atëherë janë zërat? Që desha njëherë ta bëj pak më direkte, por prapë po i përmbajnë profesionalizmin. Përse janë zërat që Bilal Kasami dhe Adnan Azizi kanë mosmarrveshje? Ku i keni mosmarrveshjet? Kjo është në sferën e të dëshirueshmës. Adnan Azizi nuk ka ditë që sri me Bilalin, që s'ndaj momente, bisedash, planesh, strategjish, bashkëpunimi dhe unë thash gati gjysëm shekulli më një prononcim. Dhe thanë, njihemi prej në fëmiri. Nuk e mbaj mend në jetën time të kem një përplasje me Bilalin. Aq më tepër të ve në pikpyetje integritetin e Bilalit. Është një njeri, dhe me thanë, absolutisht në kuadrët njerëzore, se ne mund krejt gabojmë në x raste, me ndërgjegjen më të pastërt, më të shiltërt, një punëtor i papar, që i ka bu xhelos, jo vetëm këto të BDI-s, po edhe në kuluare të partive ose të nacionaliteteve tjera, diskutohet se me ardhjen e Bilalit në Tetov, në kryet komunës, po ndodh një revolucion, një transformimi papar, ku nuk ka rrugë, nuk ka shkollë, nuk ka institucion, që nuk ka ndërhi dhe nuk ka bën një investim. Dhe tani po bën këtë vit gati për realizim 77 projekte. Në shkolla, në qerdhe, në infrastruktur, në kanalizim, kolektori, plani general për Tetovën, parki teknologjik, plani për kodrën e diellit, dhe gjitha këto janë si merit e këti frontmeni që është i palodhshëm në shërbim qytetarëve dhe në shërbim të tetovarëve. Sot edhe unë e di që kemi edhe shumë për të folë. Unë jam shumë pyetje, po për sot ta lëm me kaq, unë falenderoj për kohën. Nëse normal si gjithë mysafirëve, edhe si herën e parë kur ishin mysafir, po alon një hapësirë për doni porosi, një mesazh, një gjithçka që ju dëshironi për qytetarët, edhe besoj që të jemi sa më shumë rritën dinamika dhe t'ju kemi përsëri në studi. Tema kryesore që ishte, unë mundova që në mënyrë më të sinqert përcjell edhe informacionin real të zhvillimeve brenda Vlenit, më shumë për t'i sqaru aktivistët dhe simpatizantët e Aleancës për shqiptarët që me realizëm t'i qasën kësaj teme dhe në fund të mbretroj arsia, logjika e shëndosh për të bo bashk dhe për gjetë zgjidhjen e përbashkët dhe për të bo betejën e radhës të përbashkët dhe përfitoren plebiscitare të Vlenit në zgjedhjet komunale. Faleminderit edhe njërës dhe shpresoj që shihemi prap, ndërsa juve miq të dashur, faleminderit që na ndoqët dhe shihemi përsëri në intervistat ose pikë podcastet e radhës.